ndodhi ne me shitjen e mandateve? Me jo besnikët. Me jo besnikët. Çfarë na ndodhi? Dhe je përballë një agresioni. Pra, është fiziologjikisht reagim mbrojtës imunitar, je përballë një mafje në pushtet që të ofron miliarda, të blen, të shantazhon, dikush nuk mandon presionin. Po, Gjukute? Po pra, kjo është një nga momentet e cilat edhe njerëzve duhet sqaruar, sepse këta fjalë militant dhe besnik e quajnë sigurisht në një emet. Jo, përkundrazi. Është meri. Ata janë në vijnë e parë të frontit përballë një maxhoranse dhe një kryeministri i cili nuk e njeh garën si standard, nuk njeh zgjedhjet. Ai nuk zgjidhet vetëm partinë e tij. A kupton? Pra, ai në çdo zgjedhje ai bën blerje. Pra ai ka zëvendësuar termin e zgjedhjes me termin e blerjes. Dhe i vë emrin zgjedhje. Dhe kjo ka ndodhur rëndom në këto 3 mandate. Ju e keni parë. Keni parë se si kanë lëvizur. Kështu që besnikëria dhe militantizmi janë 2 arma të forta për partitë politike, sepse ato kryejnë dhe profilin e një kontribusi për atë parti. Në të kundërt të shikoni se këto lëvizje, këto blerje, shitjesh, njerëzish, si gjë e gjallë, kjo krijon dhe një turbullim dhe një përshpellim në elektorat. Kemi një perceptim të gabuar për militantin ne. Të qenit militanti një partije është normale. Kjo nuk do të thotë që nuk je intelektual, nuk je profesionist i një fushë, sepse atë që i themi militant e zhveshim nga gjitha atributet e tjera shoqërore, profesionale, edhe e quajmë si i parëndësishëm. Pra është kriter kryesor, pa diskutim, kur ke hyrë në betejë politike përballë kësaj qeverie, do militosh patjetër, s'ka rrugë tjetër. Besnik, e bukur është që Edi Rama ironizon militantët dhe mburret me patronazhistët. Është të mëshishtë. Jo mburret, i kandidon, mos harro se ke atë që thoshte është 20 hapa para dhe nuk na mbyti. Ai tjetri thotë mendon. Ai tjetra mendonte që mendon shumë për tjetër dhe jo për vetë. E përdora për delikatesë, ndonse raste të tilla delikatesa është një tolerë drejtas. Gjokute, e di që do largohesh, kam një pyetje të fundit, dua një batutë. Burgjet kanë ndikuar shumë në zgjedhjet e fundit lokale. Kanë pasur një zë të jashtëzakonshëm. Kam përshtypjen dhe pyetja është si do votojnë në burgjet këtë herë. Atje ku është Saljani, atje ku është Meta, ndoshta edhe Durrësi, se nuk e dinin edhe Velia pas përgjimeve të fundit si do votojë. Po shiko, të bëj diferencën. Votat e burgut, vetëm kjo qeveri e ka adoptuar. Unë e kam thënë, e them, edhe kjo dihet botërisht që të burgosurit votojnë gjithmonë kundra qeverisë. Vetëm në rastin e Ramës votojnë pro qeverisë. Me 90%. Po, pra që këtu ju kuptojeni, sepse ai është lakmus turnesori i cili tregon cilësinë e zgjedhjeve, se si bëhen ato, edhe sigurisht që këta Stalini nuk e kanë harruar, e kanë të përkthyer në disa gjuhë. Stalini thoshte, populli voton, votat i numërojmë ne. Dhe kjo po adoptohet në Shqipëri. Populli voton dhe në pamje të parë thot, a votove ti po, ata kush voto për filanin se për filanin jo. Atëra votove i dirë, po, ik në shtëpi tash se votën e dimne se ç'bëjmë me të. Kjo shiko, duket pak ironike, sarkastike, mirë po, prandaj dhëm shumë sepse është e vërtet. Dhe fatkeqësia jon në këto zgjedhje se ne kemi një majorancë e cila nuk di të bëjë ndryshe. Pra është krijuar ky stereotip, të fus dorën në kuti, të manipuloj dhe të nxjerrë rezultatin, sepse shikoni në fushatat e Korri e Shirjeve në Kotën e Verit, thuaj Korshi magazino pafiro dhe pavarësisht se si bën dhe çfarë lloj fare ishte, partia e vinte detyrë që do merrnin kaq kuintal për hektar, pra e caktonte dyshemen, dhe në momentin kur nuk bëhet i shkruan të Rama ato mandatet mbi mbulesën e Volinës. Edhe do merret kaq tot. Tash vetë mos bëj gruri atë, do të falsifikohej proces verbali.
se si ishte Kollajt i thoshte ati nuk realizohet plani. Se mbrapa ditës sa votator. Pa na u larguar avokati